Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk fasule në furrë ose ndryshe siç i quajmë fasule pllaqi me suxhuk. Është një ide e mirë si gjellë kryesore të dashur miq, nuk e di a e keni provuar ndonjëherë fasulet kështu në furrë, dalin shumë të mira, ajkoset lëngu, me suxhuk janë gjithashtu shumë të shijshme. Le të fillojmë nga puna. Me që qepët i kisha të mëdhaja, 1 qepë e gjysmë e kam përdorur për gjellën që do i bëj fasuleve, gjysmë e kemi përdorur në sallatë. E shtojmë në një tigan dhe e kaurdisim me vaj ulliri. Ndërkohë që qepën e lëm të zbutet me vaj ulliri, pra të gatuhet pak, suxhukut i pastrojmë cipëzën që ka përsipër, pra i bëjmë një prerje të lehtë, të hollë dhe ja heqim cipën që ka përsipër. Nuk ka ndonjë gjë dhe me cipë mund ta gatoni të dashur miq, por ne kështu e preferojmë. Ta keni parasysh që pastrohet shumë kollaj. Prerjen mund ta bëni sipas dëshirës, mund ta bëni edhe në rrota të dashur miq, por unë me që do t'ja hedh përsipër suxhukun, sepse me suxhukun nuk ka nevojë që të gatuhet shumë si gjellë. E kam prerë në kubik të vegjël. Pasi qepa është zbutur ca, i shtojmë specat, kam përdorur një specë të kuq dhe një specë jeshil, i kam prerë në copëza të vogla. Do ta kaurdisim masën dhe me specat sa të bien pak në vëllim, pra të zbuten pak. Dhe i kam shtuar një gjysmë lugë salcë speci dhe një gjysmë lugë salcë domatesh. Këtë masën, pra kaurdin e qepës, e kam trazuar mirë derisa i ka dalë era edhe salcave, pastaj e kam rregulluar me erëzat e preferuara. Pra i kam shtuar pak piper të kuq, rigon, mund të shtoni edhe pak piper të zi, nuk ka problem, po këto të dyat janë kryesore. E trazojmë mirë të dashur miq dhe pasi kam marrë dhe aromën me erëzat, do t'i shtojmë pak ujë që të shkrijë qepa, gjithashtu në këtë pikë mund t'i shtoni dhe domatet nëse keni, ose nëse nuk keni domate të freskëta, mund t'i shtoni nga ajo salca që është për makaronat. Unë i kam shtuar 2 kokra domate të prera në kubik. E lëm të gjithë masën të marrë val, pra derisa të shkrijë dhe domatja në të, dhe aty e kemi gati për të kaluar në enën ku do ta përfundojmë. Pasi e kemi kaluar masën në tepsinë e furrës, do t'i shtojmë fasulet. Fasulet i kam zier të dashur miq dhe i kam lënë me pak lëng. E mira është të përdorni nga ato fasulet e mëdha që janë për tavën pllaqi, por unë nuk pata mundësi që të gjeja nga ato të dashur miq, për këtë arsye kam përdorur fasule normale. Pasi kam hedhur të gjitha kokrat e fasuleve mbi gjellë, e kam trazuar mirë dhe i kam shtuar pak nga lëngu i fasuleve që zien, që masa mos të jetë me kaq pak lëng. Pra, edhe kur ta nxjerrim nga furra, ajo do të ziejë për një gjysmë ore në furrë, duhet që masa të ketë pak lëng, jo të jetë e thatë komplet. Për këtë arsye i kam shtuar pak nga lëngu i vet. Siç e shikoni, kam kontrolluar me lugë që të gjitha fasulet të jenë të zhytura në lëng, mos të jenë kështu përsipër që të thahen. I kam shtuar dhe suxhukun, siç e shikoni, dhe suxhukun e kam shtyr pak të jetë në lëng dhe e kam futur në furrë. Pra nuk e kam lënë komplet përsipër suxhukun që mos na thahet. Për ta shoqëruar kam përgatitur një pilaf, kam nxjerr gjithashtu turshi, kos, kam bërë një sallatë me presh që i shkon fasuleve. Kam pasur pastaj në këtë iftar të dashur miq ëmbëlsira që më kanë mbetur nga një ditë më përpara, për këtë arsye këtë iftar nuk e kam shtruar në tavolinë për ju kam treguar thjesht gjellën kryesore si ide, nëse mund ta përgatisni në një ndër këto ditë të javës. Fasulet në këtë mënyrë, pra pllaqi, dalin shumë të shijshme të dashur miq, lëngu u ajkoset, ju sugjeroj shumë që t'i provoni.
mund t'i shoqëroni me një pilaf dhe nuk konsumoni shumë bukë, gjithashtu sallatë, turshi apo dhe kos. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.